Ja se çfarë ndodh trupit kur heqim dorë nga mishi. Studimet thonë se njerëzit që ndjekin një dietë vegetariane kanë një rënje të peshës që arrin deri në 4 kg. Pas heqjes dorë nga mishi i kuq, njeriu mund të vërejë një rënje të nivelit të kolesterolit në gjak. Stomaku i një personi që nuk ha mish është më i pastër. Një tregti e mirë reflektohet në fytyrë. Këtë e konfirmojnë ekspertët, sipas të cilëve njerëzit që hanë ushqime me bazë bimore kanë më shumë shkëlqim rinor në lëkurën e tyre dhe më pak puçra. Rritja e beftë e sasisë së fibrës mund të shkaktojë fryrje dhe gazra. Ekspertët rekomandojnë që heqja dorë nga mishi dhe zëvendësimi i tij me produkte bimore të bëhet në një mënyrë të ngadaltë por të qëndrueshme. Shumica e produkteve shtazore vijnë nga shtazë që janë ngopur me hormone dhe antibiotik, ndërkohë perimet dhe frutat ofrojnë shumë fibër dhe antioksidantë që e mbajnë trupin në gjendje shumë më të mirë.